armiqt më të mëdhenj muslimanëve gjatë historisë që janë rafidit, shiat, të cilët ashtu siç futet shpifin për një nga gratë më të ndershme Mërjemën, ata kanë shpifur për bashkëshortën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për Aishën radhiyallahu anha, për cilën kanë zbritur ajete që e mbrojnë derin e saj. Ibnul Qayyim rahimahullah shumë qartë dhe bukur thotë ata janë shiatul shejtan, ata janë ndihmetarët e shejtanit, të djallit. Një nga dietarët më të mëdhenj kësaj kohe, Salih al-Fawzan al-Fawzan, thot a I kemi vlezër shiat, ata janë ikhwanu shayatin, ata thot janë vlezërit e djajve. Prandaj ata thurin kurtha kundrejt muslimanëve. Rryma më devijuar e shiave është ar-Rafida, Ithna Asheria, që me konsensus muslimanëve ata janë pabesimtar. Janë armiq të islamit, kundërshtar të islamit, vrasës të muslimanëve. Pjesë të besimit e kanë që ky Kur'an është ndryshuar. Pra është një bazë që askush s'guxon të prek. Kurani është libri I Allahut, I mbrojtur nga devijimi. Dhe kjo e bën qartë devijimin dhe kufrin e tyre. Dhe një prej gjërave të dyta që I kanë rafidit, njeriu mund të martohet me një femër brenda 10 dite. Një muj, vetëm bojnë kontratë. Pra, taman kur vri, kështu I ka dënuar Allahun këtë dunja para se të vijë dënimi në ahiret. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, janë njerëzit me logjikën më të dobët dhe njerëzit më refuzues ndaj të vërtetë. Pra, përgënjeshtrojnë. Ata luftojnë Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, nuk I pranojnë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe një nga devijimet më të mëdha të shia të rafidhave, që janë pabesimtar, është fyrje që I bën shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thënë Al-Qahtani rahimahullah, nuk ka njerëz më të këqij mbi sipërfaqen e tokës se sa rafidit. Dhe nuk flet fjalë më të ndyta askush, as njerëz as gjin se sa rafidit. Pretendojnë se lavdrojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërsa fynë dhe shajnë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ata për të cilët Allahu ka zbritur citate, ka zbritur vargje Kur'an, që I lavdron Allahu, laqad radiyallahu anil mu'minin, Allahu është I kënaqur me sahabët. Vin rafidat dhe thojnë njerëzit më të këqij fytyrë në tokës janë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Rafidat e sodit janë persianët në përgjithësi. Idhujtar, Abu Lu'lu al-Majusi, pers vrau ti nxisht në pabes Omer radhiyallahu. A dini rafidat që varrin e tij e kanë vend shejt dhe thonë se Abu Lu'lu al-Majusi ka të sigurt xhenet. Pra njëri që s'ka besu Allahun, s'ka besu me lajket e tij, ditën e gjykimit, s'ka bë kusej dhe Allahut, kur pasues të bidatit sot aq me ndjelet jonë sa që mendojnë që Irani është duke mbrojt nderin e Islamit. Ndaj rafidat gjatë historisë kanë bërë krime të mëdha. Në vitin 317 Hijri, Abu Tahir al-Rafidi ka shku në Mekka dhe I ka vrarë xhiler. E ka marrë gurin e zi. Në vitin 408 Hijri, rafidi tjerë kanë ardhur dhe kanë vjedhur. E kanë grabit gurin e zi të Qabës dhe për 20 vite e kanë çuar vendin e tyre. Në vitin 907 Hijri, shteti tyre Safawi ka vrarë dhe ka ekzekutuar pjesën e territorit Iranit sotëm që kanë qenë gjithë ehli sunna, shumica absolute, afër 1 milion musliman I kanë ekzekutuar vetëm se nuk kanë përfaqësuar devijimet e tyre dhe rrugën e tyre. Po ashtu në kohën e tatarëve, mendimi në rafida është rrethuar Bagdadi. Asesi trashtohemi me ata që shajnë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, jo asesi me ata që I bojnë shirk Allahut, I bojnë shok Allahut. Ata që I lutën duke thirrur ja Ali, ja Husein, pra shirk I qartë vepër që njeriu në nxjerr nga feja. Në 40 vitet e fundit, më shumë kanë vrarë musliman rafidit se sa jahudit. Në Siri kundër muslimanëve në Haleb që kanë bërë gjenocid, në Irak vrasje të muslimanëve suni, në Iran, në Yemen për 40 vite kanë themeluar organizata terroriste për të dëmtuar dhe destabilizuar muslimanët, si që janë të ashtu quajtur Hizbullah, pra grupi I Allahut, por ata janë grupi I shejtanit. Të tillët janë rafidat që kanë thurur qëllim të keq për muslimanët e Gazës, për t'i futur muslimanët në një sherr që s'kan fuqi, s'kan armatim që të përballen me armikun. Andaj qëndrimi e ehli sunetit, qëndrimi I pastër I muslimanit është, ne nuk rreshtohemi me ata që I ka mallkuar Allahu, siç janë jehudët,
dhe as nuk bashkohemi dhe as nuk rreshtohemi dhe as nuk i dojmë dhe nuk i përkrahim dhe as nuk mbesim si mbyllur ndaj krimeve që i kanë bërë ndaj muslimanëve Rafidat e sodit